Mbrëmjen e së njëjtës ka qenë e ftuar në Top Albania Radio për të folur për Eglin, mikesha e saj. Përmes një lidhje Skype nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shoqja e ngushtë e Eglit, Paula, tregoi më shumë rreth situatës së Eglit, arsyen pse ajo vendosi të rihynte në Big Brother dhe gjithashtu u ndal edhe te raporti me Gjestin, e pritshme. Mendoj se pas rikthimit Egli është më e ftohtë, jo emocionalisht, por po vepron me logjik më shumë se sa me zemër. Më pëlqen ky raport i banor dhe lojtar që kanë krijuar tani, është i lezetshëm, shpresoj që të jenë të aftë që ta mbajnë, tha ajo. Elona e pyeti nëse i pëlqen asaj Gjesti për mikeshën e ngushtë. Eglin, përderisa asaj i pëlqen Gjesti, unë nuk kam asnjë koment negativ për Gjestin. U shpreh Paula. Gjithashtu në fund të intervistës, ajo dha edhe një mesazh, duke marrë parasysh të gjithë komentet negative aty jashtë. Doja të thosha se ne si njerëz e humbasim busullën tonë diku dhe e rëndësishme është që duhet të gjejmë edhe rrugën tonë në errësirë. Egli është një vajzë që me karakterin e saj i ka dhënë shumë ngjyra këtij edicioni të Big Brother VIP. Më vjen keq kur dëgjoj disa njerëz aty jashtë që në petkun e statusit profesionist japin diagnoza për një vajzë e cila është në kushte jo normale e izoluar, dhe kjo është diçka që e lëndoi edhe Eglin kur doli jashtë. Mesazhi im është që duhet të jemi më racional me fjalët, komentet dhe me mënyrën se si në shprehemi. Shoqëria jonë ka nevojë për shumë dashuri dhe të jemi pak më empatik.